Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do të flas mbi gjithçka që kemi na është dhënë, na është besuar. Pali shkruan te 1 Korintasit kapitulli 4, vargu i 7. Çfarë ke që nuk e ke marrë? Shpesh jetojmë sikur jemi pronar absolut të jetës tonë, të kohës, të parave, të talenteve, të familjes, të shëndetit, të çdo gjë. Por apostulli i madh na ndalon me një pyetje të thjeshtë. Çfarë ke që nuk e ke marrë? Nëse gjithçka na është dhënë, atëherë asgjë nuk është thjesht e jona. Gjithçka na është dhënë për një kohë, pra na është besuar. Në qendër të këtij mendimi, dua të vendos sot jetën e George Müllerit, një figurë unike e shekullit të 19, i njohur për ndërtimin e 10 qindra jetimoreve, pra shtëpive të fëmijëve në Angli. Ai kujdesej për mbi 10.000 fëmijë, pa kërkuar kurrë fonde publike, pa borxhe, pa kredi, pa reklama, vetëm nëpërmjet lutjes dhe besimit se Zoti është furnizuesi i vërtet. Çfarë thoshte George Mülleri? Paraja nuk është qëllimi im, lavdia e Zotit është qëllimi im. Mülleri nuk e shihte veten si pronar i fondeve që i vinin, por thjesht si një administrator. Çdo që ndark ishte përgjegjësi përpara Zotit. Imagjinoni, nëse mendësinë e George Müllerit do ta kishte kryeministri, ministrat apo qeveritarët tanë. Dhe historia tregon se ai administroi miliona pa u bërë kurrë i pasur personalisht. Më lejoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme. E vërteta e parë. Bibla sfidon idenë e pronësisë absolute. Kultura jonë thot punova për të, prandaj gjithçka që kam është e imja, është me djersën e ballit. Bibla thot po punove, por kush ta dha frymën, mendjen, edhe mundësinë për të punuar. Filozofi romak Seneca shkruante, ne nuk zotërojmë asgjë. Gjithçka është një borxh që marrim nga koha. Mirë, po Bibla shkon edhe më thellë. Bibla thot, e Zotit është toka dhe gjithçka që ndodhet në të. Psalmi 24, vargu i parë. E pra miq, George Mülleri e jetoi këtë realitet. Ai e dinte se nuk ishte ai burimi, por ai ishte thjesht një kanal, një instrument. E vërteta e dytë, administrimi kërkon llogaridhënie. Një administrator nuk pyetet sa shumë ke mbledhur, por sa besnik ishe me atë që të është dhënë. Filozofi i antikitetit grek Aristoteli thoshte, virtyti matet jo nga ajo që zotron, por nga mënyra se si ti e përdor atë që të është dhënë. Mülleri mund të kishte grumbulluar pasuri për vete, por zgjodhi të ndërtonte jetë njerëzish. Ai besonte se çdo monedhë që i kalonte në dorë ishte një provë besnikërie. E vërteta e tretë, kuptimi i pronësisë formuson mënyrën tonë të jetuarit. Kush mendon se zotron gjithçka, jeton me frikën se mos një ditë apo një tjetër do t'i humbas, pra t'jetosh në frikë. Kush e sheh veten si administrator, jeton me paqe sepse e di që furnizuesi nuk është ai vetë, por Zoti. Jean-Jacques Rousseau do të shkruante, njeriu i lirë nuk është ai që ka shumë, por ai që ka pak nevoja. Interesante ta mendosh. Njeri i lirë është ai që ka disa nevoja për të përmbushur. Bibla do ta çonte më thellë. Njeriu i lirë është ai që e di se Perëndia është burimi i jetës, ekzistencës dhe çdo të mirë që ai ka. Ndaj miq, ky meditim na vendos përballë disa pyetjeve të forta. A i shoh të ardhurat e mia si pronë, apo si diçka që më janë besuar? A i shoh fëmijët e mi si të mit, si prona ime, apo si jetë të besuara që unë ti ndërtoj, ti formoj? A i shoh shërbesën, kohën, ndikimin tim si privilegj, apo si një shërbim ndaj Zotit? Ndaj miq, administroni dashurinë, durimin dhe drejtësinë. Në punë, administron ndershmërinë dhe besnikërinë. Në kish, administro dhuntit që Zoti ka dhënë me përulje. Në shoqëri, administron ndikimin tënd për të mirën e të tjerëve. George Mülleri tregoi se kur njeriu e pranon rolin e administratorit,
Zoti e zjeron ndikimin e tij shumë përtej asaj që ai mund ta imagjinojë. Müller i gjeti kuptim në besnikëri. Bibla nafton në të njëjtën gjë. Jo të jemi pronar krenar, por administrator të përulur, sepse pyetja nuk shtrohet sa kam, por sa besnik jam me atë që më është besuar. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Atë qellor, më çiro nga iluzioni i pronësisë absolute. Më mëso të jetoj si administrator besnik i të mirave që ti më ke dhënë. Çdo gjë që kam, ta përdor për lavdin tënde dhe për të mirën e të tjerëve. Bekoj gratë dhe burrat që janë duke më ndjekur këtë ditë. O Zot, mbroj, ruaj dhe kujdesu për ta. Ndihmona të gjithë që të jetojmë me një vetëdije, e cila na fton gjithnjë të kujtojmë që gjithçka që kemi dhe jemi vjen dhe buron prej Teje. Qofshim administrator të mirë dhe besnik. Në emrin e Jezusit. Amen. Ky ishte meditimi për ditën e sotme, miq, me zi pres të takohemi sërish nesër. Dhe një gjë, nëse e gjetët bekim këtë që undava me ju sot, ndajeni në rrjetet sociale me miqtë tuaj. Le të jemi bujar, duke ndikuar të gjithë që së bashku ta bëjmë botën një botë më të mirë për të jetuar.